Fillojmë. Mirë se keni ardhur. Çik lart kjo. Qose mund t'i rregullojmë po. Mirë, lavdi Zotit. Na fali për këtë zërin e shikoni ja. Besoj se mirë kuptojmë se kjo vala e gripit na ka zënë të gjithëve. Ky veremi faktikisht. Mirë, shkojmë te Zoti në adhurim, të adhurojmë atë me gjithë zemër, fokusojmë zemrat tek ai, mendjen tek ai, edhe ti shfaqim mirënjohjen sadopak Perëndison. Le të lutemi. Zoti i dashur, faleminderit Perëndi për këtë ditë, të jemi shumë mirënjohës Zot që mblidhemi sërish së bashku të adhurojmë emrin tënd të shenjtë. Faleminderit për gjakun e Jezu Krishtit që na ka larë, na ka pastruar dhe na ka bërë të mundur Zot që mund të vim përpara fronit tënd Perëndi. Dhe Zot, ajo që kërkojmë Perëndi është që duam të mahnitemi Zot nga madhështia jote Zot, nga fuqia jote Perëndi. Zot, lutem na hap sy, duam të shohim aty në fron Perëndit në lavdi edhe duam të ngrem lart emrin të shenjtë. Zot, lutem na fol me anë të fjalës tënde sot Perëndi. Në emrin e Zotit ton lutem. Falenderoj.
Mirë, do kemi kohë në frymën se vëllezërit bëhen gati. Duam të urojmë mirëseardhjen gjithashtu atyre që janë për të parë sot. Nëse ke ardhur sot për të parë, thjesht duam t'ju urojmë mirëseardhje. Është dikush që ka ftuar diko ose ka ardhur vetë, dikush që është për të parë sot. Okej, po? Si e ke emrin? Po, Ilirian fal. Unati, okej. Unati Iliriani, mirë se ke ardhur. Faleminderit. Dikush tjetër që është për të parë? Okej, mirë, lati Zotit. Mirë mëngjes të gjitha. Lavde Zotit që jemi bashkë sot. Në fakt, vinere, sot, ne do të flasim për një ndër temat e cila ngacmon atë folen e grerzave, i themi në Kish. Sot do të flasim për ndërprerjen e martesës ose divorcin, si quhet ndryshe. Por titulli i mesazhit sot, vëllezër motra, quhet lidhur me martesën. E dini pse? Sepse martesa është një institucion i shenjtë që Zoti ka krijuar. Edhe si e tillë meriton respektin e dur,
Tani, ne po shikojmë së bashku nga Ungjilli sipas Mateut, predikimi në mal apo jo, është kushtetuta e mbretërisë së qeve. Jezusi po u tregonte njerëzve se se cilat do të jenë dispozitat e mbretërisë. Edhe sigurisht që ne presim pas marrjes kishës, do të jetë një periudhë ankthi i Jakobit quhet në Bibël, një periudhë trazirash. Edhe në fund të kësaj periudhe do të jetë Zoti Jezu Krisht, i cili do të kthehet në këtë tokë, do të mbretërojë mbi fronin fizik të Davidit për 1000 vjet, për 1000 vjet. Periudha 1000 vjeçare ka një kushtetutë dhe ja këtë po studiojmë së bashku. Atëre Jezusi këtu po flet për martesën. Jemi gati gjithë të shikojmë se cilat janë mësimet e Zotit në lidhje me këtë gjë. Është shumë e rëndësishme çfarë do të shohim sot, në të vërtetë. Tani, më lejoni të them paraprakisht që ekziston një kontrast mbi atë çka mësohet edhe në ditët që ne jetojmë sot, sa i takon institucionit të martesës. Pa diskutim, një kontrast midis atyre mësimeve të reme ose krahasuar me ato mësime të reme, të cilat predikoheshin nga udhëheqësit fetar të asaj kohe. Jezusi sigurisht që ka këshillën e dur, vëllezër motra, por le t'ju them fillimisht që tema e divorcit nuk është një temë e predikuar shpesh edhe nëpër kisha sot, edhe me thënë drejtën është një dëshmi e papëlqyeshme sepse numri i çifteve të divorcuar, numri i njerëzve të divorcuar nëpër kisha nuk është i vogël. Edhe them këtë në përgjithësi në lidhje me krishtërimin dhe kohën në cilën ne jetojmë sot. Edhe me të vërtetë, nëse ka një kohë ku ka nevojë që njerëzit të dëgjojnë edhe më shumë në lidhje me shenjtërinë e institucionit të martesës, është pikërisht kjo koha. Unë thjesht duke lexuar disa statistika të botës në shekuj, për shembull, vërtet më bëri përshtypje sepse ka pasur vende në botë ku praktikisht divorci ka qenë non-existent, do të thënë është si papërfillshëm, ose nuk ekzistonte fare. Them gati nuk ekzistonte. Një gjë që më bëri përshtypje, për shembull, thjesht po të bëj një krahasim, Kanadaja në vitin 1913 kishte aty ke 8 milion, 9 milion banore dhe kishte 60 divorce në vit. Shumë interesante. Tani pas 100 vitesh, jemi në vitin 2024, por në vitin 2020 janë bërë ato statistikat. Ka 42.000 divorce në vit. Mendoni pak, popullsia është aty nga 38 milion sot, por sigurisht nëse bëni llogarinë, atëherë shikoni që divorcet janë rritur në mënyrë drastike, mund të them. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që po shikoja, ju mund të kërkoni vetë, në fakt statistikat janë online, nuk ka asnjë gjë këtu që të mund të mos gjendet kollaj shpejt. Shumë interesante, por aty këto kërkesat për divorc shkojnë në masën 40 deri në 50%. Mendoni pak, edhe ata që martohen për herë të dytë, kanë martesën e dytë, shkalla e divorcit arrin, ose niveli i divorcit përqindja arrin në masën 60% që divorcohen, edhe ata që kanë martesën e tretë në 73%. Duket sikur një njeri që humb atë që nuk kënaqet me diçka, nuk do kënaqet edhe me mundësi të tjera. Edhe vërtet janë statistika që të vjen keq kur i shikon edhe shikon nivelin e shoqërisë në botë. Në Shqipëri, le të flasim pak për Shqipërinë. Nëse shikoni statistikat e Shqipërisë, sa i takon divorcit për shembull, kemi një dyfishim të numrit të divorceve krahasuar me fundin e viteve 90. Edhe në fakt ekspertët ligjor edhe ata social shprehen një zëri që martesa në Shqipëri, institucioni i martesës është në krizë. Sinqerisht. Kur e mendon, janë fjalët e tyre. Edhe shkaqet janë nga më të ndryshmet, sigurisht prevalon shkaku i dhunës në familje, po ndiqet kjo nga varësia ndaj drogës, alkoolit, tradhtia bashkëtorë, se një përqindje jo të vogël, për cilën e folëm edhe javën që kaloi. Bixhozi, edhe arsye të tjera të mos përputhjes mentalitetit, siç e quajnë njerëzit, gjëra të tilla të kësaj natyre. Nga ana tjetër, psikologët gjithashtu, një zëri i keni që thonë për shembull që është një traumë sa i takon patjetër familjes, po fëmijëve, sigurisht, ata kalojnë në ndjenja inferioriteti edhe nuk kanë vetë vlerësim për veten e tyre, madje
kanë një peshë të madhe emocionale, edhe kjo ndikon negativisht edhe në sjelljen agresive të fëmijëve, ku një pjesë e madhe e tyre bëhen agresiv. Edhe sigurisht kur ti dëgjon gjëra të tilla të shprehura sot në mas nga psikolog apo njerëz ekspert të fushës, të bën përshtypje të thua, ore, si është kjo punë? A ka nevojë sot që njerëzit të dëgjojnë më shumë në lidhje me diçka e cila nderon institucionin e martesës? Edhe ju që të sjell plag, edhe vuajtje dhe probleme dhe trauma të gjithë farloj mënyrash edhe metodash që ne dëgjojmë sot, mjafton të hapim televizorin apo jo, edhe ju shikoni se çfarë ndodh me familjet sot. E dim që njerëzit kërkojnë lajm edhe e kanë këtë tendencë, emisionet e lajmeve, por aty pak jepet, mendoj unë, krahasuar me atë çka ndodh në shoqëri. Edhe me të vërtetë të bën përshtypje një gjë e tillë. Prandaj mësimet e Krishtit janë vërtet më të nevojshme se kur, le ta them, në këtë kohë që ne jetojmë sot. Edhe ne si kisha e Zotit, sigurisht që duhet respektojmë familjen, të nderojmë martesën, është institucioni i shenjtë nga Zoti. Dhe do të shohim në fakt nga fjala e Perëndis, cili është mendimi i Zotit, edhe çfarë mëson ai në lidhje me këtë çështje. Kështu që le të lexojmë së bashku atë kontrast, njëri nga 6 kontrastet për cilin Jezusi po flet këtu, dhe ky sa i takon martesës. Edhe thot që thënë gjithashtu, kush e përze gruan e tij le t'i jap letrën e ndarjes, por unë po ju them, thot Jezusi, vini me vëmendje, edhe kjo është ajo çka po bën Jezusi si një kontrast, thot kushdo që e përzë gruan e tij me përjashtim të rastit të kurvërisë. Apo jo, ne folëm për këtë, e bën atë të shkel kurorën, dhe kushdo që martohet me një grua të ndarë, shkel kurorën. Tani, kur ti lexon këtë pasazh të shkrimit, mendon edhe thua, sa rëndësi kushton Zoti çështjes së martesës. Prandaj tema e mesazhit sot nuk është divorci, në fakt nëse shikoni titullin, por është lidhur me martesën. Sepse Jezusi po të lexoni në thelb për mbajtjen e fjalëve që ai thot që martesa është një beslidhje e shenjtë. Është shumë e rëndësishme. Edhe duhet vlerësuar. Edhe unë kam diçka për t'ju thënë juve që ju të dëgjoni në lidhje me këtë çështje, në lidhje me këtë temë. Prandaj mesazhi i sotshëm është kaq i rëndësishëm. Tani Jezusi thotë që thënë gjithashtu, ku thuaj kjo? Kush përzë gruan e tij le t'i jap letrën, bëhet fjalë për letrën e ndarjes, letrën e divorcit. Ja, do të shohim çështjen së bashku, dhe ky është pasazhi që sapo lexuam, po për kë bëhet fjalë këtu kur thotë le t'i jap letrën e ndarjes, sepse që thënë gjithashtu, edhe sigurisht në ligj ishte shkruar një gjë e tillë. Shikoni te ligji për tir kapitulli 24. Lexojmë vetëm vargun e parë, nëse dikush për jush e ka lexon shumë shpejt, le ta lexoj deri në fund, nuk ka problem, po unë do të lexoj vetëm vargun e parë. Thotë, kur një njeri merr një grua dhe martohet me të, dhe më vonë ndodh që ajo nuk e kënaq më sepse ai ka gjetur në të diçka të turpshme, dhe për këtë do të flasim pak. Le të shkruaj një shkresë ndarje, t'ia jap në dorë dhe ta dëboj nga shtëpia e saj. Edhe pastaj vazhdon ligji duke shpjeguar se çfarë po ndodh. Por tani leoni të them diçka në lidhje me martesën, sepse nëse nuk kuptojmë çfarë është martesa, do ta kemi të vështirë të kuptojmë se për çfarë po bën fjalë Jezusi. Kur ai thot tek Mateu kapitulli 5 ato gjëra që ne lexuam së bashku. Pra, ato gjëra që thuhen këtu, nëse mund ta lë këtu atë që mund të shohim. Ne dim nga tradita jonë shoqërore që kemi atë që quhet fejes, apo jo, paraprakisht, ku dy njerëz njihen, edhe aty pastaj sa i takon njerëzve të krishterë, ata vënë në provë gjithçka. Veç lidhjes fizike, apo jo. Atëre bëhen gati për martesë, edhe provojnë njëri tjetrin. Tani nëse nuk shkojnë me njëri tjetrin, diçka ndodh, është më mirë të mos jenë më bashkë që në fejes, dakor, sepse martesa pastaj ka shumë probleme, edhe Zoti nuk e urdhëron një gjë të tillë sa i takon divorcit në martesë, dhe kjo është diçka që duhet menduar mirë. Po çfarë është martesa në thelb? Ju lutem, më lejoni që ta shpjegoj këtë gjë ashtu siç fjala e Perëndisë e ka, sepse me thënë drejtën, vëllezër motra, pavarësisht nga mendimet që mund të dëgjojeni sot ose që mund të keni menduar apo çfarë do që dini sa i takon çështjes së martesës, sa më takon mua e them këtë gjë me shumë respekt, po dhe me përulësi, po me thënë drejtën, nuk më intereson shumë çfarë thonë njerëzit sot në botë. Për mua ka rëndësi çfarë thotë fjala e Zotit. Dakor, kjo për mua ka një vlerë shumë të madhe.
pa diskutim, dua të jem në dieni ashtu si dhe ju, se çfarë mendojnë njerëzit dhe cila është shoqëria, çfarë mendon shoqëria sot, por në thelb, në të vërtet, ka rëndësi për mua, të paktën edhe jam i bindur edhe për juve, se çfarë thot Zoti në lidhje me këtë çështje. Fjala e Zotit ka rëndësi. Pavarësisht se kjo mund të bjerë në, le të them, në kundërshti apo në mos pëlqim apo në kontradikt me shumë mësime dhe gjëra që mësohen sot sa i takon martesës. Fjala e Zotit ka zgjidhjen e saj. Edhe Zoti Jezus ka mendimin e tij në lidhje me këtë çështje, i cili është absolut, le të them, dhe Zoti ynë meriton që ta vlerësoj ashtu siç ai vlerëson fjalën e tij dhe prandaj e bën një gjë të tillë dhe prandaj e ngre si një çështje këtë gjë. Tani çfarë është martesa? Martesa është bashkimi kur dy njerëz, dy trupa njerëzish bashkohen në martesë, ata bëhen një mish. Pra, martesa është mishi bashkohet me mishin. Dakor, në fjalën e Perëndisë ne kemi shumë të qartë që tek libri i Zanafillës apo jo, kur Zoti krijoi burrin edhe gruan, edhe tha për këtë arsye burri thotë do të braktisë baban dhe nënën e tij dhe do të bashkohet me gruan e tij dhe do të jenë vini re. Një mish i vetëm. Një mish i vetëm. Pra çfarë është martesa? Është akti fizik që Zoti ka krijuar, që bashkon burrin edhe gruan në një mish. Pra është lidhet mishi me mishin, nëse mund ta them kështu. Prandaj edhe apostulli Paul për shembull, duke folur për martesën, ai thot prandaj njeriu dhe citon atë që thuhet e librit të Zanafillës, do të lërë atin dhe nënën e tij dhe do të ngjitet pas gruas së tij dhe të dy do të bëhen një mish i vetëm. Pra kjo është martesa në sytë e Perëndisë. Martesa është një bashkim fizik midis dy trupash në marrëdhënie intime fizike. Pra akti fizik është ajo që është martesë në sytë e Zotit. Martesa përveç se është një lidhje mishi bashkohet me mishin, atëherë është edhe një beslidhje, sigurisht që është midis dy njerëzve për të qenë besnik ndaj njëri tjetrit. Ne lexuam pak nga kodi i familjes, apo jo, vini javën që kaloi, edhe vërtet në një lidhje martesore lind detyrimi për besnikëri, thuhet aty. Edhe kjo është diçka shumë e rëndësishme. Martesa edhe në ligjin e shtetit konsiderohet diçka e shenjtë në këtë kuptim që lind nevoja për besnikëri edhe njerëzit, sepse pabesia është diçka e cila është e rëndë. Folëm javën që kaloi sa i takon Kurorshkeles. Nëse nuk ishit, ju lutem, mund ta shikoni shërbesën online. Folëm për Kurorshkelen gjithë javën që, domethënë gjithë herën e fundit, vetëm me këtë çështje u morëm. Prandaj është shumë e rëndësishme martesa, edhe martesa është më shumë se sa fizike, është edhe shpirtërore, nuk diskutohet. Martesa nuk është një ceremoni. Dakor? Martesa nuk është ceremoni, nuk është, le të them, një letër që dikush merr. Martesa është mishi bashkohet me mishin në sytë e Perëndisë. Tani, të gjitha këto që thash, sigurisht janë një respekt për institucionet që Zoti ka krijuar, për shembull, ne bëjmë ceremoni dasme këtu, por në fakt nuk martojmë njerëz. Pavarësisht se themi ato fjalë për shembull që ju shpall burrë gruan në emër të Atit edhe Birit edhe Frymës së Shenjtë edhe atë që Perëndia ka bashkuar njeriu të mos e ndaj. Ceremonitë janë të mira, në fakt është një respekt sepse janë tre institucione që Zoti ka krijuar, është qeveria, shteti, prandaj bëhet celebrimi në bashki si një dëshmi dhe respektohet, po është kisha lokale gjithashtu, po është edhe institucioni i familjes. Edhe sa i takon respektit, sigurisht që është një dëshmi e mirë që dy njerëz t'i kenë këto gjëra, për shembull shteti e kërkon, me qëra fjala është legale që një martesë të celebrohet apo në bashki është kështu, sipas rregullit, edhe kështu njihet ligjërisht si dy njerëz të martuar dhe në këtë kuptim pastaj ligji ka të drejtë që të veprojë duke u bazuar mbi këtë lidhje martesore. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Por në thelb martesa nuk është ceremoni. Dakor? Nuk është ceremoni. Dy njerëz, familjet e cilëve bien dakord, ata dy e duan njëri tjetrin, kalojnë në aktin, le të them, fizik, mishi lidhet me mishin edhe kjo është martesa në sytë e Perëndisë. Ne bëjmë ceremoni këtu, është një gëzim familjar, familjen e kishës, po them, por ajo nuk është martesa. Jemi të qartë, martesa në Bibël është mishi bashkohet me mishin dhe këtë thot fjala e Perëndisë thjesht për të kuptuar rëndësinë e kësaj gjëje. Prandaj vini re me vëmendje, shikoni sepse ajo çka thot fjala e Zotit është e vërtetë. Ktu për shkakun flitet për kurvërin. Shikoni me vëmendje. Tek letra e parë e Korintasve kapitulli 6,
Pali thot, a nuk e dini se ai që i ngjitet kurvës, thot, është një trup me të. Tani, ky njeriu lidhet një trup me të. Shikoni me vëmendje. Sepse pra në mendjen e Zotit, një gjë e tillë është mishi bashkohet me mishin. Ata bëhen një. Prandaj kujdes, kurvëria është shumë e rëndë. Sepse në sytë e Zotit, shikoni, ai citon pjesën që lidhet me kë? Me kë? Me martesën. Shikoni lart? Shumë e rëndësishme. Prandaj flitet shumë në krishtërim, apo Jezusi që flet, apo Bibla që flet në lidhje me kurvërinë, me kurorshkeljen. Kujdes, sepse do të bëhen të dy, thot Zoti, një mish i vetëm, e thot arratisuni kurvërisë. Çdo mëkat që kryen njeriu është jashtë trupit, por ai që kurvëron mëkaton kundër trupit të vet. Edhe një njeri që kurvëron lë diçka nga vetja e tij tek ajo lidhje, edhe lë diçka tjetër tek një lidhje tjetër dhe nuk ka asgjë, nuk i mbetet shumë për t'i dhënë një njeriu tjetër në një lidhje serioze, sepse kujdes. Shumë e rëndësishme kjo pjesë. Jezusi prandaj thot, atë që lexuam tek Mateu 5. Ju keni dëgjuar se që thënë, por unë po ju them. Kush e lë gruan përveç rastit të kurvërisë, edhe ja kemi rastin këtu që ne po lexojmë. E bën atë të shkelkuror, nuk thotë që shkelkurorën, por e çon aty. Interesante, do të flasim për këtë. Martesa është institucion i shenjtë që Zoti ka krijuar. Kujdes me martesën. Është institucion i shenjtë. Edhe si i tillë duhet nderuar. Tani ai është bashkimi që Zoti ka vënë midis dy njerëzve, por trupi bashkohet me trupin, bëhen një trup. Edhe kjo është martesa, divorci. Nëse martesa është mishi, bashkohet me mishin, divorci si i bie atjet? Mishi lë mishin. Ky është divorci. Divorci është më shumë se sa një letër që mund të merret letërndarje, si në rastin e Mojsiut është, por mishi lë mishin në këtë kuptim. Edhe vërtet, divorci vjen për shkak të mëkatit. Ne do të lexojmë tek Mateu kapitulli 19 ku Jezusi thotë vërtet Mojsiu ju lejoi thotë që kjo të ndodhte, siç do të lexojmë në ligj. Por në fillim nuk ishte kështu. Edhe divorci ndodh për shkak të ngurtësimit të zemrës, për shkak të mëkatit. Nëse ndodhin divorce sot, ndodhin për shkak të ngurtësimit të zemrës. Zemra është e ngurtë për shkak të mëkatit. Edhe ky është faktori që ndodh divorci. E kam fjalën përveç kurorshkeles, i cili është një ndër kushtet sublime, për cilin Jezusi flet aty shumë qartë. Tani, martesa është marrëdhënie shenjtë. Ju që jeni të rinj, edhe doni të gjeni partnerin tuaj në lidhje në martesë, ju lutem, kushtojini vëmendje. Martesa është një institucion i shenjtë. Edhe duhet nderuar, mbajini mend një gjë të tillë. Duhet hyni në martesë me lutje për njeriu me cilin do të lidheni. Sepse martesa ilustron bashkimin e Jezu Krishtit me kishën. Është një dëshmi e madhe që ne japim në sytë e botës. Kujdes, je kam fjalën për ju që jeni të rinj. Patjetër ju që jeni të martuar, ta keni parasysh atë që Jezusi thotë në lidhje me këtë gjë, do të flasim sot për mendimet ndryshme dhe gjëra që qarkullojnë në lidhje me këtë, po jo pa besi, jo imoralitet. Kujdes, është e shenjtë. Tani, para se dikush të entuziazmohet për ligjin e Mojsiut, që ata burrat pra kishin drejt që t'i jepnin gruas letrën e ndarjes, le të shohim, sepse në një bisedë tjetër Jezusin e pyetën tek Mateu 19, pra jemi tek i njëjti libër, tek Ungjilli sipas Mateut. Atëre, le të shohim se çfarë ndodh këtu, sepse skribët e farisejt kanë një pyetje për Jezusin. Ishin farisejt në fakt, edhe thuhet në vargun e parë dhe ndodhi që mbasi Jezusi mbaroi këto ligjërata, u nis nga Galilea dhe erdhi në krainën e Judes për te Jordanit. Dhe turma të mëdha e ndiqnin dhe ai shëroi atje. Atëherë ju afruan disa farisej për ta tunduar dhe i thanë, "Vinere." Interesante. I thonë, "A është e lejueshme që burri ta lër gruan e tij, edhe mbajini mend këtë shprehje, për një shkak çfarë do?" Dhe ai duke u përgjigjur, tha atyre, "A nuk keni lexuar se ai që i krijoi që në fillim
Jezusi është kreacionist, beson të krijimi, jo tek evolucioni, dakor? Zoti ka krijuar gjithçka. Amen. Në fillim Perëndia krijoi qejtë edhe tokën. I krijoi mashkull dhe femër, jo ndonjë gjini tjetër, kështu i krijoi Zoti që në fillim. Dhe tha, për këtë arsye, njeriu do të lërë atin dhe nënën e vet dhe do të bashkohet me gruan e vet dhe të dy do të jenë një mish i vetëm. Dakor? Kjo është martesa, kështu që pra Jezusi i kthen ata tek fillimi. Keni një pyetje për tani, për kohën e sotme? Ja, cili ka qenë plani i Perëndis që nga fillimi. Jezusi i kthen ata tek fillimi, ai i korrigjon dhe tha, kështu që nuk janë më dy, por një mish i vetëm, atë pra që Perëndia ka bashkuar njeriu të mos e ndaj. Ata i thanë, atëherë përse Mojsiu, ata i kishin bërë mirë planet, përse Mojsiu urdhëroi të jepet letërndarje dhe të lihet, ai u tha atyre, Mojsiu ju lejoi të lini gratë tuaja për shkak të ngurtësisë, ja pra kështu është. Kjo është arsyeja e divorcit. Të zemrave tuaja, por në fillim nuk ka qenë kështu, por unë po ju them se kushdo që e lë gruan e vet, edhe citon Mateun 5, që ne sapo e lexuam së bashku. Kushdo që e lë gruan e vet, përveç rastit kur vris dhe martohet me një tjetër, shkel kurorën, dhe ai që martohet me gruan e ndarë shkel kurorën. Dishepujt e vet i thanë, edhe mbajini mend këtë vargun 10, sepse do ta përsërisim në fund të mesazhit sot, sepse martesa është shumë e rëndësishme. Dishepujt e vet i thanë, pra shenjtëria e martesës, nëse kushtet e burrit ndaj gruas janë të tilla, nuk ja le verdis të martohesh, sepse Jezusi ka standard të lartë. Edhe ne për këtë do të flasim sot, por divorci nuk është asnjëherë plani i përsosur i Zotit. Madje doni të shkojmë edhe më tej tek libri i profetit Malakia, kapitulli 2 dhe vargu 16, kur ai po u flet judejve, vjen re, u thotë që sepse Zoti Perëndia e Izraelit thotë, Malakia është duke cituar, se ai e urren divorcin. Zoti urren divorcin. Ai që mbulon me dhunë rrobën e vet. Interesant. Zoti urren divorcin. Pra, ju të rinj, le të kthehem edhe një herë që kërkoni të gjeni partnerin e jetës dhe vendosni të martoheni, të rriteni së bashku në Zotin, në martesë, kur kjo të ndodh, ta doni njëri tjetrin në të mirë e në të keq, në pasuri dhe në varfëri, në sëmundje, në shëndet, derisa vdekja të ndaj, kuptoni që martesa nuk është eksperiment. Në martesë nuk hyhet, duke thënë hajde të futem njërë në martesë dhe të shikoj se ku do dalë, duke marrë me lehtësi çështjen e martesës. Jo, martesa është një nga institucionet më të shenjta të Zotit, është një nga më të lartat, më të shenjta, le të them, ndër të gjitha marrëdhëniet toksore dhe po s'ndalova këtu do bëj ndonjë ceremoni tani, kështu që më ndaloni. Po vërtet është e shenjtë edhe është reale. Martesa duhet konsideruar një marrëdhënie e shenjtë. Dhe thjesht dua të them atë që thot fjala e Perëndis. Atë që thot fjala e Perëndis. Divorci nuk duhet të mendohet. Patjetër që Zoti i fal mëkatet e besimtarëve, por ka pasoja fizike, emocionale, frymërore, edhe kur dikush nuk kënaqet me atë që Perëndia i ka dhënë, kjo gjë çon në lakmi edhe në gjëra të tilla kundër trupit deri në kurorshkelje, dhe kjo gjë sjell mëkat kundër trupit dhe ka pasoja tek personi edhe fizikisht. Vjen re sepse është një çështje shumë serioze. Prandaj ai u tha, Mojsiu vërtet ju lejoi të ndani gratë tuaja në ligj, kanë fjalën, për shkak të ngurtësisë së zemrave tuaja, por në fillim nuk ka qenë kështu. Në fillim nuk ka qenë kështu. Plani i Perëndis ka qenë një burr, një grua. Gjithë jetën. Dakor? Kështu që kujdes. Njeriu e fut veten në shumë yçkla. Dakor? Edhe në shumë marifete, por plani i Perëndis ka qenë ai që ka qenë. Tani sa i takon predikimit të Jezusit, atë që ne po studiojmë, ne kuptojmë që Ungjilli sipas Mateut e ka këtë, le të them, gjyrimin judaik, apo jo, sepse po u flet judejve, ende Krishti nuk ishte vdekur, nuk ishte ringjallur në atë kohë, dhe kuptojmë që beslidhja e re ende nuk ishte futur në fuqi. Këta ishin nga ana e ligjit, ishin në ligjin e Mojsiut. Kjo ishte koha e judejve në atë moment. Atëre kishte e brejnë në të vërtet që ishin zemërguri, që ishin me qafë të fortë. Ata donin që të merrnin gra, edhe pastaj t'i linin ato, edhe në këtë mënyrë duke i lënë për arsyet më jo serioze. Edhe kjo ishte diçka e rëndë që bëj, edhe gruaja, le të them,
nuk respektohej edhe Jezusi nuk ishte dakord me një gjë të tillë, dhe çfarë po ndodh midis tyre. Tani Mojsiu, si rezultati i praktikave të ndyra, bëhet fjalë për ligjin, nxori një ligj që kërkonte që procedurat e divorcit të ndiqnin disa kufizime. Sepse njeriu nuk përmbaj, edhe kjo është natyra e njeriut. Edhe pra ligji i Mojsiut nuk lejonte një liri të plot që njeriu tani mora grua dhe mund të bëj çfarë të dua me atë, jo nuk është kështu. Kujdes. Edhe kjo ishte një përpjekje për të vënë një farë kontrolli mbi ato praktika të mbrapshta dhe të mjera që po ndodhnin midis izraelitëve. Edhe ligji kërkonte disa klauzola, po le ta lexojmë së bashku. Ato janë të qarta, besoj në këtë pasazh që ne do të shohim. Por kur një njeri merr një grua dhe martohet me të, dhe më vonë ndodh që ajo nuk e kënaqshme sepse ai ka gjetur në të diçka të turpshme, le të shkruaj një shkresë ndarje, thuhet aty, dhe t'jap në dorë dhe ta dëboj nga shtëpia e saj. Edhe ju mund të lexoni se çfarë ndodh, edhe po në vargun e parë thuhet ajo nuk gjen, si thua, ajo nuk e kënaq më, sepse ai ka gjetur në të diçka të turpshme. Tani kjo papastërti këtu, kjo diçka e turpshme, le ta them kështu, që ai gjente, nuk është kurorshkelje. Dikush mund të thotë pse nuk është kurorshkelje? Sepse kurorshkelja në ditët e ligjit Mojsiut, që Zoti të bënte dallimin midis popullit të Izraelit edhe gjithë imoralitetit të kombeve rreth e rrotull, kur ai po i fuste në tokën e premtuar, kurorshkelja ishte një mëkat që kishte një dënim kapital. Dakor? Prandaj nuk mund të jetë kurorshkelje. Tek Levitiku kapitulli 20 dhe vargu 10 bani mend këtë vargun, thotë, në rast se ndonjë shkel kurorën me gruan e një tjetri, nëse shkel kurorën me gruan e fëmijët të shkelsi dhe shkelsja e kurorës do të dënohen me vdekje. Pra janë të dy, shkelsi dhe shkelsja. Kështu që në rastin konkret, kjo diçka e turpshme nuk mund të jetë kurorshkelje, apo jo? Sepse si mund të jepet letërndarja kur tjetri meriton dënim kapital. Domethënë është nonsens edhe në logjik. Kjo është shumë e rëndësishme për ta kuptuar së pari, kështu që kjo diçka e turpshme do të flasim se çfarë kuptimi mund të ketë, nuk specifikohet këtu. Po nga ana tjetër më lejoni që të bëj dhe një sqarim, sepse ka një ndryshim midis dhjatës së vjetër edhe dhjatës së re. Tani sipas ligjit beslidhjes së vjetër, Izraeli në atë kohë jetonte në teokraci. Teokraci, kjo ishte mënyra e qeverisjes së Izraelit, edhe dënimi për tradhtim bashkëtorë ishte vdekja, apo jo, e lexuam këtu te Levitiku kapitulli 20 edhe vargu 10. Në dhjatën e re, Jezusi vuri një ligj të ri. Tani, vërtet, paga e mëkatit është ende vdekja e përjetshme. Ka më të rëndë se kjo? Paga e mëkatit është vdekja e përjetshme. Në Bibël thuhet që te Romakët 6:23, sepse paga e mëkatit është vdekja, edhe nuk e ka fjalën për vdekjen fizike, sepse flet aty që por dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme. Vini re, shumë e rëndësishme, kontrasti aty është frymëror. Por tradhtia bashkëtorë nuk mbart më dënimin kapital nga ana civile sot. Nuk e mbart më dënimin kapital, dënimin me vdekje, domethënë nga ana civile, sepse këtë pushtet Zoti ja ka dhënë shtetit. Ashtu si ne sot që jemi të krishterë, ne nuk jemi të detyruar nga Zoti që të shkojmë sot edhe le të them të ndëshkojmë mëkatarët, apo t'i rrajmë ata, apo t'i dëmtojmë ata, apo t'u bëjmë keq atyre. Jo, ne nuk urdhrohemi sepse nuk jemi të urdhëruar ta bëjmë një gjë të tillë. Kështu që kuptoni pak ndryshimin midis epokave. Tani, për çfarë bëhet fjalë kur flitet për këtë diçkanë e turpshme këtu? Edhe këtu duhet të fokusohemi pak. Kjo papastërti është një ekspozim i turpshëm i vetvetes. Në fakt, po të shikoni këtë fjalën diçka të turpshme, kuptimi i fjalës është lagurisi. Edhe në kontekst është një ekspozim i pahishëm ose rënja në sy e gruas përpara burrave të tjerë. Është kjo e keqe për shembull që lejon divorcin. Atëherë nuk kishte arsye të tjera jo serioze që mund të çonte një burr them në ligj që të ndante gruan e tij përveç këtij ekspozimi të pahishëm. Edhe çfarë bë? Jepej një certifikat, një shkresë ndarje. Edhe kjo i jepej gruas. Tani tradita, sipas asaj që veproi në atë kohë, thoshte që duhet të jenë dy dëshmitarë të cilët
japin këtë certifikat divorci, japin gruas. Kjo duhet të ndodhte. Edhe në këtë mënyrë, divorci bëj diçka formale, serioze, ishte një hap solemn, jo diçka që duhej marr lehtë edhe në ato moment që ndodhte. Edhe ky ligj divorci duhet të ishte i përhershëm, i jepte fund martesës. Po ta lexojmë pasazhin, thotë, le ta fillojmë ta lexojmë që nga fillimi, thotë kur një njeri merr një grua, thotë dhe martohet me të dhe më vonë ndodh që ajo nuk e kënaq më sepse ai ka gjetur në të diçka të turpshme, le të shkruajë një letër ndarje, t'i jap në dorë dhe ta dëbojë nga shtëpia e saj, nëse ajo del nga shtëpia e saj dhe bëhet bashkëshorte një burri tjetër, në rast se bashkëshorti i fundit fillon ta urrejë, ai shkruan për të një shkres ndarje, jep në dorë dhe dëbon nga shtëpia e tij, dhe nëse bashkëshorti i fundit që e kishte marrë për grua vdes, burri i parë që e kishte dëbuar, nuk do të mund ta marrë përsëri për grua. Shikoni, pasi ajo është ndotur, sepse kemi të bëjmë me një akt të neveritshëm sytë e Zotit dhe ti, nuk do ta njollosesh me mëkat vendin që Zoti Perëndia ju t'i jep në trashëgimi. Pra, divorci në atë kohë i jepte fund martesës. Këtë dua të theksoj. Pra, gruaja nuk mund të kthehej dot prapë aty, sepse divorci i jepte fund martesës, në lidhje me këtë që po shohim së bashku. Edhe kjo ishte shkresa e divorcit, ishte një ligj që shkroi Mojsiu për të trajtuar problemin e turpshëm të divorcit midis izraelitëve. Dhe kjo u bë për shkak të ngurtësisë së zemrave të njerëzve, nuk u bë për shkak të një urdhri direkt nga ana e Perëndisë, po kjo është arsyeja pse Jezusi tha në një rast të mëvonshëm, apo jo që ne lexuam te Mateu 19 që thoshte që e di si është puna, në fillim nuk ka qenë kështu. Edhe Jezusi çfarë bën? Do që t'i kthej gjërat aty ku duhet ishin. Që nga fillimi, që nga modeli i tij, sepse ky nuk ishte plani fillestar që Perëndia kishte për martesën. Një burr, një grua për jetë, kështu duhet jetë. Prandaj Jezusi thot aty, dëgjoj, unë po ju them. Kujdes, sepse kjo nuk duhet jetë ashtu. Sepse farisejtë dhe skribët e kishin shtrëmbëruar jetesën e njerëzve aty në popullin e Perëndisë. Shkonin kundër ligjit, madje kishin shtrëmbëruar atë që Mojsiu po përpiqej të ndalonte aty. Edhe kjo është shumë e rëndësishme, shikoni me vëmendje. Edhe fjalët aty që thuhet nëse ajo nuk e kënaq më e të tjerë, ka gjetur diçka të turpshme, edhe ne mendojmë që mund ta gjenim për shkak të lakurisisë, edhe kuptuam se për çfarë bëhej fjalë, por divorci në atë kohë ndodhte për një shkak çfarë do. Ju kujtohet kur farisejtë i thanë Jezusit, a mund të ndaj njeriu gruan e tij për një shkak çfarë do? Thënë, mjafton që gruaja të mos i hithe krip gjellës mjaftueshëm, edhe burri për një arsye të tillë, të parëndësishme, apo kishte djegur byrekun, le ta them, apo çfarë do lloj gjëje tjetër, shikoni si mund të ishte aty. Edhe kjo e çonte për ta divorcuar, madje kishte rabinj me të vërtetë që ishin të guximshëm, saqë mësonin që nëse një burr kishte, le të themi, pëlqente një grua tjetër, atëherë mund ta linte këtë edhe të merrte një tjetër, që mund të ishte më e bukur për të. Shikoni se ku kishin shkuar dhe çfarë guximi që ata kishin. Edhe prandaj për farisejt, për një shkak çfarë do, thoshin, është njësoj e barazonin me atë që gjen diçka të turpshme. Tek ligji për të rirë kapitulli 24. Padyshim që kjo ishte situata sa i takonte martesës në kohën e Jezusit. Unë kam lexuar pak edhe kam dëgjuar gjithashtu që edhe për arabët e asaj kohe, ata e kishin të lehtë fare. Mjafton t'i thoshin gruas, unë të ndaj ty 3 herë, edhe kaq. Kjo ishte situata e martesës në kohën e Jezusit. Sinqerisht. Edhe padrejtësia ndaj grave ishte shumë e përhapur, prandaj Jezusi tha kujdes ta nderojeni martesën. Shumë e rëndësishme. Zoti urren divorcin. Divorci ndodh, por Zoti nuk e do. Edhe pavarësisht se sa të mira janë ligjet sa i takon divorcit, sa bindes është argumenti i dikujt se divorci është i lejushëm, edhe ndonjëherë jep zgjidhje disa problemeve të dhunës, edhe ndodh sepse njeriu arrin në ekstrem. Por divorci nuk është diçka që Zoti e pëlqen. Një martesë e shëndetshme është ajo çka Zoti inkurajon në Bibël. Edhe kështu ka qenë plani i tij që nga fillimi. Prandaj besimtarët e krishterë nuk e inkurajojnë divorcin. Pse duhet futesh në telashe me Zotin? Zoti urren atë dhe nuk mund të justifikosh apo të shenjtërosh diçka që Zoti urren.
Prandaj duhet kemi kujdes kur i afrohemi, i qasemi martesës, edhe ju që jeni të rinj, prandaj e them një gjë të tillë thjesht për ta marrë në konsiderat, por le të flasim pak për korrigjimin. Çfarë po bën Jezusi këtu? Vini re me vëmendje. Por unë po ju them, kushdo që e përzë gruan e tij me përjashtim të rastit të kurvërisë, thotë. Interesante, e bën atë të shkel kurorën, dhe kushdo që martohet me një grua të ndarë, shkel kurorën. Tani mbase më pyesni, po kësaj si do t'i përgjigjesh? Do ta shohim së bashku në kontekst se për çfarë po bën fjalë Jezusi këtu. Por ai thot, ai jep arsyen për divorc dhe për rimartesë pas divorcit. Cila është arsyeja për divorc? Kurvëria. Kurvëria. Edhe këtu, direkt në varg, thot që në qoftë se dikush ka një, ose më saktë le ta them në këtë mënyrë, një rimartesë legjitime është legjitime kur arsyeja për divorc është legjitime. Shikoni me vëmendje vargun. Kushdo që martohet me një grua të ndarë shkel kurorën kur nuk është rasti i kujt? I kurvërisë. Shikoni me vëmendje vargun, sepse aty ka mësim brenda. Tani, le ta studiojmë në kontekstin e kohës. Dakor? Jezusi u drejtoi judejve në lidhje me këtë gjë, edhe sigurisht që ata kishin një mënyrë, një traditë në lidhje me martesën, sipas ligjit, edhe duke qenë se kurvëria është shkaku i vetëm për cilin lejohet divorci ka një afat kohe të caktuar. Tani, le ta shohim me vëmendje. Ndodh pra në një kohë të caktuar, kufizohet në një kohë të caktuar kur imoraliteti i një njeriu që është i martuar quhet kurvëri. Tani ne folim javën që kaloi që në Bibla bën një dallim midis kurvërisë edhe kurorshkeljes. Kurvëria është përshkruhet akti seksual midis të pamartuarve, edhe kurorshkelja është kur dikush që është i lidhur në martesë kryen një shkelje me një njeri tjetër që nuk është partneri i tij në martesë. Jemi të qartë, domethënë besoj se këto gjëra janë të kuptueshme. Sigurisht që këto fjalë kanë një mbivendosje midis tyre, nuk diskutohet, por Jezusi është i kujdesshëm që t'i ndajë këto fjalë, sidomos në rastin e situatës që ne po shohim këtu. Sepse disa thonë që kurvëria këtu nuk duhet të konsiderohet ndryshe nga tradhtia bashkëshortore. Mirpo Jezusi, jo vetëm te predikimi në mal, por edhe më vonë, aty ku ne lexuam, për shembull te Mateu 19, edhe megjithëse flet për njerëzit aty të martuar, ai përmend rastin e kurvërisë. Kjo është shumë interesante. Edhe të bën përshtypje, sa ai mund të përdorte fjalën kurorshkelje, siç e kemi studiuar javën që kaloi, patjetër Jezusi mund ta bënte një gjë të tillë, po ai nuk përdori termin kurorshkelje këtu, por përmendi fjalën kurvëri. Shumë interesante dhe ndoshta e keni një pyetje pse Jezusi e bëri një gjë të tillë. Plus tani kurorshkelja këtu nuk mund të ishte shkak për divorc. Pse nuk mund të ishte shkak për divorc? Për shkak sepse kurorshkelja dënohej me vdekje. Jemi të qartë? Shumë e rëndësishme. Jezusi e bën këtë dallim, po fillojmë tani të kuptojmë pak më shumë situatën e kohës. Pse e them këtë? Ju kujtohet e Gjoni 8 që ishin skrip dhe farisejnë, thuhet aty, jo vetëm farisejnë, po skrip dhe farisejnë. Ata kishin marrë një grua, edhe e çuan tek Jezusi. Edhe i thanë Jezusit, ne kapëm këtë në një akt në flagrancë, duke shkelur kurorën. Thonë, nuk thonë kurvëri, interesant, duke shkelur kurorën. Ju kujtohet e Gjoni 8, unë nuk e kam pasazhin këtu. Edhe i thonë ata, dëgjoj, Mojsiu ka urdhëruar, thotë që në raste të tilla, në këto raste, domethënë njerëz të tillë duhen goditur me gur, duhen vrarë me gur, sepse ishin nën ligj. Jezusi po shkruante me gisht. Ndoshta po shkruante Levitiku 20, vargu 10. Ku aty thoshte që shkelsi dhe shkelsja të dy do të dënohen. Ata kishin sjell vetëm gruan. Me gishtin gishti Jezusit, gishti Perëndis. Ju kujtohet kur shkroi 10 urdhërimet, thjesht po bëj një analogji, domethënë, interesante. Edhe Jezusi tha se patjetër ata e dinin ligjin. Kush për jush është pa mëkat? Është një rrengë, po i ngrin Jezusit, sill ku e ka dhe burrin. Kush për ju është pa mëkat? Le të hedh gurin.
ata aty, ndoshta ai bandilli, ishte aty me distyre, ndoshta, nuk e di. Nuk e di, thjesht po them. Ndoshta i kishin lënë të ikte. Por kur e kishin kapur në flagrancë, se kështu thanë, në flagrancë. Shiko, me Jezusin nuk merresh dot. Dakor, edhe Jezusi pa diskutim që i ekspozoi mëkatin atyre njerëzve. Po thjesht po theksoj këtë gjë që këta njerëz ishin në atë kohë nën ligjin e Mojsiut. Prandaj këtu bëhet fjalë për kurvëri, edhe kurvëria, nëse dy njerëz ishin të fejuar në atë kohë dhe dikush shkelte kurorën ose e dhunonte gruan me cilin ai ishte fejuar, edhe këto gjëra jepen në ligj, janë disa klauzola aty, po nuk dënohej gruaja, sepse ajo thuhet në ligj mund të ketë bërtitur për ndihmë. Por nuk ishte njeri për ta shpëtuar dhe dënohej kush? Vetëm ai që është dhunues. Ndërsa në rastin e kurorshkeljes, dënimi ishte kapital. Edhe kurvëria, vinere, kush e kishte fajin në lidhje me një gjë të tillë, dënimi ishte kapital. Por kishte raste, për shembull, që gjen klauzola në fjalën e Perëndis. Vini, ti kupton këtë çështje të ligjit, po do të thënë kanë edhe ato nenet e tyre dhe edhe vlerësimet e tyre sipas ligjit. Po kurorshkelja në çdo rast që ju e gjeni, kishte dënim kapital. Edhe kjo ishte situata. Kështu që pyetja këtu është ndërsa kurvëria i drejtohet një personi të pamartuar, si mund të referohet një personi të martuar? Apo jo, sepse kjo pyetje e lind, dakord, këtë e kuptuam, se nuk është rasti kurorshkeljes, sepse nuk mund të divorcoheshin dot. Atëherë si është kjo punë? Përgjigjja është se ka qenë një kohë unike, kur një person i martuar, sipas zakoneve të martesave judaike mund të kryente kurvëri. Dakor? Për çfarë bëhet fjalë? Pra kur ishte kjo kohë unike kur kurvëria mund të kryej kur një person konsiderohej i martuar? Kështu që mund të bëj divorci. Përgjigjja është që kjo periudhë unike kur një person konsiderohej i martuar në Izrael në atë kohë, sepse po flasim për judenjt, ishte kur ai ishte i fejuar, interesante, mbani mend, sepse fejesa judaike ne sot e quajmë vlesëri, po nuk është njësoj. Jo mblesëri, edhe mblesëri e njëjta gjë, por nuk e di e keni dëgjuar fjalën vles. Po ka lidhje me mblesërinë, me shkuesi, le të them, siç i quajmë ne, kur kjo ishte martesa kur të dy ata që fejoheshin, po them, sipas traditës judaike, konsideroheshin burr dhe grua. Dakor, ata nuk kalonin kohë bashkë gjatë kësaj kohe të fejesës, por konsideroheshin burr dhe grua. Sigurisht që duhet i qëndronin besnik njëri tjetrit. Është si të ishin të martuar, përveç konsumimit të martesës, pra përveç aktit fizik apo lidhjes mishi bashkohet me mishin, apo jo, aktit seksual, le ta them, përveç kësaj, ata konsideroheshin burr edhe grua. Pra ende martesa nuk ishte konsumuar në sytë e Perëndis, por ja që sipas kontekstit judaik, kjo ishte kaq e fortë kjo lidhje, edhe zakonisht këtë rregullonin prindrit e dhëndrit dhe të nuses, kjo ishte fejesa judaike e kohës, janë një shembull të kësaj e gjejmë në ligj, në librin e ligjit, për shembull tek ligji për të rinj 20 dhe vargu 7, a ka njëri që është fejuar me një femër dhe nuk e ka marrë ende me vete, pra nuk e ka çuar në shtëpi? Bëhet fjalë për një person i cili do të shkonte në luftë. Edhe ky ishte i fejuar. Ishte i fejuar edhe ende nuk e kishte marrë në shtëpi gruan e tij, se kishin konsumuar martesën. Edhe që të mos vdiste në betejë dhe një tjetër ta merrte, atëherë ai duhet të kthehej. Duhet të kthehej aty, sepse ajo i takonte atij, në këtë kuptim i kishin dhënë besën. Ishte një beslidhje fort. Edhe ende nuk ishte ndodhur martesa. Shumë interesante, një gjë e tillë, po dasma nuk ishte bërë ende dhe martesa nuk ishte realizuar. Njëti parim gjendet në lidhje me marrëdhënien e Jozefit dhe Maris. Po le ta them këtë gjë, që kur një burr dhe një grua kontraktonin martesë në ato ditë sipas zakonit hebre, ata ndaheshin për një periudhë. Ndaheshin për një periudhë, vërtet nuk jetonin bashkë. Sigurisht që takoheshin ndonjëherë, por duhet ta ruanin veten të pastër. Edhe nuk kishin kontakte, nuk kishin marrëdhënie fizike intime me njëri tjetrin. Dhe gjatë kësaj kohe të martesës, fejesës, burri quhej burr, gruaja quhej grua. Pra burri bashkëshortë dhe gruaja grua.
atëre bashkëshorte. Shikoni tek Mateu kapitulli parë, një rast të kësaj thot, por lindja e Jezu Krishtit ndodhi në këtë mënyrë. Maria, nëna e tij, ishte premtuar Jozefit. Ja pra, i ishte premtuar. Kështu ndodhte, konsideroi si një lidhje martesore, po edhe fjalën mbaroi kjo punë. Do përfundonin bashkë. Në sytë e njëri tjetrit, ata ishin të martuar. Edhe thot, por para se të bashkoheshin, interesant, fryma e shenjtë e Zotit zgjedh fjalët e sakta. Jemi të qartë si është puna me Marinë dhe Jozefin? U gjet 7 zëm prej frymës së shenjtë. Por Jozefi, burri i saj, ishte i burri i saj. Shikoni? I cili ishte i drejtë, nuk donte ta poshtronte botërisht, vendosi ta linte fshetas, dhe ndërsa ai mendonte këtë gjëra, një angjëll i Zotit i shfaq në ëndër, tha Jozef, biri Davidit, mos ki frikë ta marrësh me vete Marinë, gruan tënde, sepse ç'është ndjezur në të është prej frymës së shenjtë. Tani, kështu ishte zakoni në atë kohë, edhe të vjen ndërmend ajo çka Pali mëson kishës. E di çfarë i thot kishës Pali? Shikoni me vëmendje. Te letra 2 Korintasve 11. Është një figurë e këtij rastit vërtet të mrekullueshëm që thot, o sa do të dëshiroja që të duronit, që ju duronit pak marzit e kun, thot Pali. Por edhe më duroni, sepse jam xheloz për ju me xhelozinë e Perëndis, sepse ju fejova me një burr të vetëm. Wow, shikoni pak lidhjen. Ne jemi të fejuar sot, kisha e tij. Ne, trupi i Krishtit. Jemi të fejuar, edhe thot, ju fejova me një burr të vetëm që t'ju nxjerr para Krishtit, thot, si virgjëresh të dëlierë. Që ne të jemi të pastër përpara tij. Të jemi të pastër, të jemi të dëlierë përpara tij. Dhe kur Jezusi do të vinë, ne e dim shumë mirë, dasma e Krishtit dhe e kishës, aty lart në qiell, tek Zbulesa kapitulli 19. Ende martesa nuk është konsumuar. Ne do të jemi një ditë, kisha e tij, aty lart. Tani jemi të fejuar, jemi të ndarë fizikisht, jemi të qartë fizikisht, jemi të ndarë, por i kemi dhënë besën qengjit. Amen? Që do të jemi besnik derisa ai të kthehet. Derisa ai të kthehet. Kjo është një figurë vërtet e mrekullueshme asaj që po shohim. Po pas fejesës, sipas kontekstit judaik, burri vinte për të marrë nusën dhe për ta çuar në shtëpinë e tij me një ceremoni të bukur, luksoze, gjëra të tilla të sena atyre dhe pastaj konsumohej martesa. Pra, ne përpiqemi sot të vëmë një urë lidhse të kemi midis martesës me shkuesi edhe martesës judaike, po martesa judaike është një kulturë totalisht ndryshe nga jona, edhe ata pa diskutim që kërkonin një, le të them, vetmohim edhe përkushtim të madh. Edhe nuk është njësoj, nuk është aq e fortë sa e jona. Fejesa sot në kohën e sotme nuk i afrohet fare asaj që po bëjmë fjalë ne në kohën e Krishtit. Fejesa për ne është më mbush mendja të martohem, okay, s'më mbush mendja, iga. Kështu e kemi fejesën. Edhe nuk ka problem, thjesht po flasim për kontekstin judaik. Që ata po i dhanë fjalën. Rregulloi kjo gjë nga prindrit. Atëherë shkonte deri në fund. As që diskutoj. Ishte pikërisht fejesa hebraike që ishte si martesë, po pa marrëdhënie fizike intime. Më lejoni ta theksoj këtë gjë sepse kjo është e rëndësishme, që Jezusi domethënë që Jezusi referoi që lejoi një divorc kur dikush nga ata që ishin të fejuar kryente kurvëri me dikë tjetër. Quhet kurvëri sepse ende këta nuk ishin konsumuar lidhjen fizike. Jemi të qartë, domethënë ishte midis të pamartuarve. Prandaj quhet kurvëri. Sepse asnjë nga palët nuk ishte bashkuar ende në martesë. Ndorse quheshin burrë e grua, çifti ende ishte në gjendje të pamartuar për sa i përket marrëdhënieve intime dhe konsiderohej kurvëri, edhe jo tradhti bashkëshortore. Atëherë, ne kemi këtë shembullin e rastit në shkrim, i cili na ndihmon për të kuptuar këtë situatë, është rasti i Jozefit dhe Maris. Le ta shohim edhe një herë me vëmendje në fakt këtë rast. Shikoni tani, thuhet lindja e Jezusit ndodhi në këtë mënyrë. Maria, nëna e tij, ishte premtuar Jozefit përpara se të bashkoheshin, u gjet 7 zënë prej frymës së shenjtë. Sigurisht që Jozefi u mërzit shumë, dhe si është e mundur që gruaja ime që më ka dhënë besën, edhe ne jemi si në martesë, veç bashkimit fizik, ta bëj një gjë të tillë, edhe ai sigurisht që
e donte shumë Marin, edhe nuk donte ta poshtronte botërisht, ai mund ta bënte çështje një gjë të tillë. Edhe ata do shikonin, do shqyrtonin kush e kishte fajin, si është puna, e kishte fajin ai tjetri, e kishte dënuar me zor apo si është puna, sepse ishin të fejuar, po si të martuar, edhe sigurisht që kjo gjë ishte e rëndë për Jozefin, edhe ai zgjodhi që ta fuste këtë çështje tek ligji për trirë 24. Pra vendosi, shiko sa i hirshëm që ishte, ai e donte Marinë dhe vendosi që ta linte fshehtas në mënyrë private. Interesant. Ai tregoi hir ndaj Marisë. Mirë po, pra do të tregonte, se ende nuk kishte ndodhur kjo gjë, thjesht po shikojmë ngjarjen. Mirë po, ja që një angjëll i Zotit ju shfaq Jozefit edhe i thote, di si është puna, mos ki frikë ta marrësh me vete Marinë, gruan tënde. Pra konsideroj grua, sepse ç'është ngjizur në të është prej frymës së shenjtë. Pra, është diçka mbi natyrshme që ka ndodhur brenda trupit të saj, nga ana e frymës së Zotit. Edhe mos ki frikë ta marrësh Marinë, gruan tënde. Edhe shumë interesant edhe në fund thuhet aty tek pasazhi që Jozefi nuk e njohu Marinë. Derisa Jezusi lindi apo jo, pastaj. Shumë e veçantë kjo gjë, po Jozefi sigurisht që e mori, por shohim këtë rast vërtet të mahnitës, edhe ai donte që ta linte fshehtas në mënyrë private, pas sjell skandal mbi të fejuarën e tij. Tani shumë njerëz nuk mund ta pranonin që kjo gjë ishte e vërtetë. Prandaj Jezusi në shërbimin e tij toksor, ai u insinua, po them, nga një pjesë e njerëzve dhe farisejve dhe skribëve të kohës. Shikoni se çfarë thoshin për Jezusin. Ju bëni veprat e atit tuaj, thot Jezusi. Ata i thanë, ne nuk lindëm nga kurvërimi. Duke insinuar që Jezusi kishte lindur nga kurvërimi. Shikoni fjalët e Zotit. E nuk thot nga kurorshkelja, aty thot nga kurvërimi. Ne kemi një atë të vetëm Perëndin. Shikoni që Jezusi u quajt sikur ai kishte lindur në një mënyrë të paligjshme. Edhe e nënkuptonte një gjë të tillë. Jezusi u tundua në të gjitha, ashtu si ne, por pa mëkatuar. Ai ka dëgjuar të gjitha. Ne kemi një fjalë në gjuhën shqipe që përmendet tek Hebrejt kapitulli 12, se çfarë quhet një fëmijë lindur jashtë martese. Interesante. Shumë interesante. Teksti tek Mateu flet për kurvërinë. Interesant. Tani le t'ju bëj një përmbledhje sa kemi parë. Pra, martesa është një çështje fizike apo jo? Mish plus mish. Mishi bashkohet me mishin. Edhe këtë e tham që nuk janë më dy, thot Jezusi, por një mish i vetëm, atë që Perëndia ka bashkuar njeriu të mos e ndaj. Në dhjatën e vjetër, një burr kishte arritur deri aty sa ta linte gruan e tij për një shkak çfarë do. Nuk ishin të gjithë ashtu, por kjo gjë ndodhte, edhe ne e pam tek ligji për trirë 24. Shkaku për divorc në dhjatën e re, kur mund të jepej gruas një shkres divorci dhe ta largonte atë, ishte kurvëria. Apo jo, ne e lexuam në pasazhin ton. Edhe e vetmja rimartesë këtu që konsiderohet jo legjitime është kur arsyeja e divorcit është jo legjitim. Sepse thotë kushdo që martohet me një grua të ndarë, përveç rastit të kurvërisë, shkel kurorën, sepse rimartesa është në të njëjtin kontekst me divorcin legjitim. Divorci është legjitim me rastin e kurvërisë. Sot ne i përdorim të dyja fjalët në kulturën që kemi, kurorshkelje, kurvëri, edhe imoralitet përdorim ne. Përdorim, në fakt, vetë fjala kurvëri ka kuptimin e pabesisë, që të mos jesh besnik ndaj dikujt tjetër në martesë. Por për ne është mbivendosen, janë fjalë komplementare që plotësojnë njëra tjetrën. Tani, cila është zgjidhja e këtij problemi? Ju lutem, le ta shikojmë me vëmendje arsyet që Zoti jep këtu. Tani, le të them fillimisht, janë 3 arsye mbi bazën e cilave është legjitim divorci. Së pari le t'ju them, Zoti nuk e dëshiron një gjë të tillë, por janë 3
baza legjitime për divorc. E para është, sa po e lexuam këtu, është kurvëria. Kurorshkelja edhe në realitetin e sotshëm. Është një bazë për divorc. Është një bazë për divorc, sepse martesa është e shenjtë. Kur thyet besnikëria bashkëshortore, është e rëndë. Thyerje dinjiteti, personaliteti, sjell probleme vërtet të rënda. Shkaku i kurorshkeljes, ne ja tham javën që kaloi gjithë ato gjëra që shkaktoheshin si rezultati i kurorshkeljes, deri te vrasje të rënda për cilat folëm. Pra Jezusi tha që unë po kërkoj një ndryshim nga brenda jashtë për shkak të dashurisë time, për shkak të mbretërisë që unë do të sjell tek ju, edhe martesa nuk duhet të ndërpritet kurrë përveç kurvërisë, tradhtisë, imoralitetit, kështu thot ai judejve. Tek Mateu kapitulli 5 që ne lexuam bashkë. Pra kurvëria, kjo e prish martesën, e shkatëron. Në Bibël thuhet, arratisjuni kurvërisë, largohuni prej saj, si thuhet javën që kaloi e pam. Hiqe syrin, amputoje dorën. Larg, martesa është e shenjtë. Martesa është e shenjtë. Kujdes. Kujdes. Mos u ndaj, thot Jezusi. Edhe këtu kur lexojmë atë te Mateu 5, Zoti lartëson martesën. Pse na duket çudi? Zoti lartëson martesën. Arsyeja e parë është kurvëria, që ne lexuam, cila është arsyeja tjetër për divorcin, do ta shohim. Është këtu tek Romakët kapitulli 7. Është vdekja në fakt. A nuk e dini o vëllezër, sepse unë po u flas atyre që e njohin ligjin, thot Pali, se ligji zotëron mbi njeriu për sa kohë ai jeton, sepse gruaja e martuar është e lidhur nga ligji me burrin derisa ai jeton, derisa burri jeton. Por po i vdiq burri, lirohet nga ligji i burrit. Shikojmë, ja një referencë tjetër, pra është vdekja. E para ishte kurvëria, kur një njeri ka një arsye legjitime për divorc. E dyta është vdekja, ja ku kemi vargun tjetër, thot, gruaja është e lidhur me ligj për sa kohë rron burri i saj. Por në qoftë se vdes burri, ajo është e lirë të martohet me cilin të doj, veçse kjo punë të bëhet si në Zotin. Besimtar tjetri. Në Zotin. Po nuk e kam vargun 40 tu thot. Pali thot, për mendimin tim gruaja është më mirë të qëndroj ashtu siç është. Pse e thot ashtu? Qëndron në gjendje sepse e di që njëri martes ka shtrëngim në mish, ka është problemi fëmijëve, janë shumë probleme që lindin s'diskutohet, por gjithsesi edhe nëse ajo martohet, është e lirë të martohet, veçse kjo punë të bëhet në Zotin. Vjen re me vëmendje. Në Zotin. Dy arsye kemi thënë? Kurvëri, kurorshkelje, një, tjetra, vdekja, dhe e treta është braktisja. Braktisja. Le ta lexojmë bashkë tek letra e parë e Korintesve, kapitulli 7. Pali thot aty, edhe më lejoni ta shpjegoj pak këtë vargun, thot, por të tjerëve u them unë, jo Zoti. Edhe tani njerëzit që lexojnë këtë thonë, kjo gjë nuk është e frymëzuar nga Perëndia. Kjo që do të na thot Pali tani nuk është e frymëzuar. Jo vëllezër motra, në fakt, i gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe edukim me drejtësi, dhe vazhdon apostulli Pal. Pa diskutim që është fjala e Perëndisë. Po çfarë po thot Pali? Pali tha që unë po ju them juve, një zbulesë që Zoti ma ka dhënë mua. Është një zbulesë që ai nuk e tha në ungji. Por ka të njëjtën vlerë, kjo që unë do t'ju them, me të njëjtën vlerë si fjalët e Jezusit që ai ju tha kur ishte në tokë. Ama këtë zbulesë ai ma ka dhënë mua, që t'ju them ju, është diçka që Jezusi nuk e tha tek predikimi në mal, por po ju a them mua. Prandaj në fund të kapitullit 7 ai thotë, unë besoj që e kam frymën e Perëndisë. Lexoni vargun 40 tek letra e parë Korintesve 7, do të shikoni që gjithçka që Pali po thot aty është nga fryma e shenjtë e Perëndisë. Pra atë që Jezusi nuk ju tha ju tek predikimin në mal, po ju a them unë tani. Edhe shikoni se çfarë tha ai. Prandaj vëllezër motra,
Në Bibël na thuhet ne që të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës. Sepse po nuk e ndam drejt, nuk duhet që ta marrim tani predikimin e malit ta fusim në xhep si judenj, sepse nuk jemi judenj. Mirë? Kujdes me ndarjet në Bibël. Dhe thot, ja thot Pali, se çfarë thot Zoti. E thot Zoti këtë, po ju a them unë tani se mua ma dha këtë zbulesë. Ka të njëjtën vlerë si fjalët e Jezusit, por ai nuk u a tha këtë gjë te predikimin e mal, por po ju a thot sot nëpërmjet meje. Edhe thot, në qoftë se një vlla ka një grua jo besimtare dhe me rastin kur janë dy të martuar dhe dikush shpëtohet nga ata. Dikush i beson Krishtit. Ky është rasti. Një vlla ka një grua jo besimtare dhe ajo do të banoj bashkë me të mos e lër atë. Pse? Sepse Zoti e urren divorcin. Prandaj. Dhe me gjithse një tjetër është jo besimtar, dikush shpëtohet edhe dikush vazhdon atë gjendje të pa shpëtuar, atëherë thot ajo, do të thënë ai njeri të mos e lër gruan e tij, thot dhe gruaja që ka një burrë jo besimtar, merr dhe anën tjetër. Dhe ai do që të banoj bashkë me të mos e lër atë. Shikoni që Jezusi gjithmonë, Zoti, gjithmonë është tek martesa bashkë. Martesën ai konsideron diçka të shenjtë. Është institucion i krijuar nga ai. Edhe ai do që dy njerëz që janë të lidhur të jenë bashkë. Mos e lër. Mos e lër. Edhe te Mateu 5 që lexuam. Nuk ka arsye tjetër. I bashkë. Nuk ka arsye legjitime tjetër. Edhe në rastin e një burri jo besimtar, shikoni se çfarë thot tani, sepse burri jo besimtar është shenjtëruar nëpërmjet gruas, dhe Zoti e njeh atë martesë. Dhe gruaja besimtare është shenjtëruar nëpërmjet burrit, sepse përndryshe fëmijët do të ishin të papastër, po kështu janë të shenjtë. Për shkak të besimtarit, Për shkak të besimtarit, Zoti i ka veçuar. Opa, plus Zoti atyre këtyre. Por nëse jo besimtari ndahet, le të ndahet, në të tilla raste vllai ose motra nuk janë më të lidhur, sepse Perëndia na ka thirrur, mbajini mend këtë fjalën, në paqe. Rasti një besimtari me një jo besimtar, nëse, domethënë rini bashk, thot Zoti, mos e inicio ti që je besimtar, mos e inicio divorcin. Po nëse jo besimtari ndahet, le të ndahet, në raste të tilla raste vllai ose motra nuk janë më të lidhur, por Perëndia na ka thirrur në paqe. Në paqe. Pra, mishi lë mishin këtu i jep fund martesës. Divorci nuk është vullneti i Zotit. Edhe ne jetojmë në një botë sot të sakatuar nga mëkati, prandaj i shohim të gjitha këto gjëra. Divorci, edhe njerëz në shoqërinë laike, ka njerëz që e dënojnë divorcin. Pa diskutim. Sill probleme. Disa e konsiderojnë si një mjet shpëtues për shumë martesa që janë në raste ekstreme, kur dhunohet dikush edhe ka dhunë, siç flitet këtu, është e kundërta e paqes. Dakor, sepse ka raste kur nuk është e mundur që të jesh në paqe, po kjo është për shkak të ngurtësisë së zemrës, është për shkak të mëkatit. Po shikoni se çfarë thot Pali për besimtarët. Midis dy besimtarëve, thot, kurse të martuarve, urdhëroi jo unë, por Zoti. Pra është diçka që Zoti e ka thënë te Mateu 5, te Mateu 19. Dakor? Që gruaja të mos ndahet nga burri. Dhe nëse është ndarë, të mbetet e pamartuar ose të pajtohet me burrin e saj dhe burri të mos e lër gruan. Pra, nëse në një martesë midis dy besimtarëve nuk ka paqe në kontekst, po aludojmë pak për shkak të ngurtësisë së zemrës. Atëherë nuk pritet që gruaja, se në rastin tonë është një më delikate, do të duroj një situatë ku nuk ka paqe, ku ka dhunë psikologjike apo dhunë fizike apo dhunë emocionale, gjëra të tilla të kësaj natyre. Shikoj, disi është puna, nuk pritet që të ri bashkë me të. Le të ketë një ndarje të përkohshme. Nëse ajo do të bashkojë trupin e saj me një burr, le të pajtohet me burrin e saj. Dakor? Pra le të jetë një ndarje përkohshme, nëse mund të zgjidhet
një situatë e tillë, të zgjidhet, në qoftë se do që të bashkojë trupin e saj me një burr, ka burrin e saj. Shumë interesante. Pse? Sepse Zoti dëshiron që martesa të jetë së bashku. Ndarje përkohshme, ose të mbetet ashtu, por në qoftë se do që të lidhet, të ketë marrëdhënie me një burr, atëre le të pajtohet me burrin e saj, sepse martesa është mishi, bashkohet me mishin. Interesant, prandaj te letra e parë e Korintasve 3 thuhet që burri duhet ta kryej detyrën e tij bashkëshortore dhe gruaja duhet ta kryej detyrën e saj bashkëshortore. Letra e parë e Korintasve janë vargjet e para që flasin për rolin e martesës. Edhe burri duhet jap dashamirësi gruas së tij, duhet sillet mirë që të ketë paqe brenda, e gjithashtu interesante sepse janë më shumë vargje që fliten për burrin, sepse gruaja zakonisht ka probleme më shumë për shkak të emocioneve të saj edhe për shkak se në përgjithësi burrat kanë forcë më shumë edhe dëshirojnë që të jenë mbi zotrus në çdo gjë edhe të ushtrojnë një lloj, le të them, dhune mbi gratë, po jo dhunë fizike thjesht, është dhunë psikologjike e të tjerë, edhe në një martesë nuk ka paqe. Këto gjëra ndodhin, edhe Zoti prandaj flet aty në kontekst për paqen, që Zoti na ka thirrur në paqe. Por është shumë e habitshme sepse Zoti flet aty për një diçka të përkohshme, sa të zgjidhet situata, dhe ne flasim për të krishterët. Tani, Bibla nuk e jep divorcin për të krishterët. Nuk flitet. Dikush mund të thotë nga juve, po mirë, pse Zoti nuk e ka thënë një gjë të tillë? Dini pse? Sepse ne merremi me çështjet dhe themi për me çështje të tilla që po ja, si mund të divorcohem, si mund të ndahem. Zoti nuk është i interesuar që martesa të prishet. Pali në fjalën e Perëndis, ai flet për qëndrueshmërinë e martesës. Zoti flet për qëndrueshmërinë e martesës dhe ne themi, po mirë, unë dua të di teknikat, si kjo gjë mund të ndodhë, si mund të divorcohet njeriu. Nëse do të divorcohesh, pa diskutim, nuk je i lidhur me zinxhir, bëje, po ti mëkaton përpara Zotit. Kjo është midis dy besimtarëve. Ka raste kur njëri sillet si një jo besimtar, ashtu siç e lexuam. Edhe në familje ka dhunë, ose tregon që filani nuk është i shpëtuar. Është jo besimtar. Edhe këto raste janë të tilla. Sepse vëllezër motra, dëgjoni, nuk ka asnjë gjë që nuk mund të zgjidhet midis dy të krishterëve. Në Bibël thuhet, e letra e parë e Korintasve 10 dhe vargu 13, nuk ka asnjë tundim që ju ka gjetur përveç tundimit njerëzor. Edhe thot, por Perëndia, le t'ju lexoj vargun, por Perëndia është besnik dhe nuk do të lejojë që të tundoheni përtej fuqive tuaja, për me tundimin do t'ju jap një rrugdalje që ju të mund ta përballoni. E në qoftë se juve që jeni martuar sot, këtu në sallë, keni një ankesë për burrin tuaj, ose je grua edhe ke një ankesë për burrin tënd, dhe thua, po nuk përshtatemi, ai apo ajo është i tillë, edhe nuk ka më tërheqje, nuk më pëlqen si person. E unë po bëj pyetje, po them, tani, pasi je martuar? E diti që në kohën e Biblës, martesat bëheshin me shkuesi, po e sill pak si në realitetin e sotshëm. Kur ata nuk ishin të lirë edhe të dy bashkoheshin sepse familjet i kanë lidhur, kur ti ke qenë i lirë, edhe e ke marrë vetë, edhe tani pasi e betuar, ankohesh edhe thuaj që nuk përshtatem dot, filani është kështu, është ashtu. Është vonë, ta gëzosh, i themi ndryshe. Dakord? Po. Martesa është e shenjtë, në qoftë se nuk të pëlqen. Është vonë. Është vonë. Dikush mund të thotë, Landi, çfarë po thua? Ju thash mbajeni mend vargun 10 te Mateu 19? Dishepujt kur i dëgjuan këto gjëra thonë, atëherë më mirë njeriu të mos martohet fare. Po patjetër. Patjetër. Do të futesh në martesë? Duaje bashkëshortin tënd. Duaje bashkëshorten tënde.
Është serioze. Unë themi, Zot, pse nuk fleti për divorcin? Po pra, sepse Zoti është interesuar për pajtimin, është interesuar për forcën e martesës, që martesa të fuqizohet, për dëshminë e familjes, për dëshminë e Krishtit dhe të kishës, sepse lidhja në martesë ilustron bashkimin midis Jezu Krishtit dhe kishës. Është interesuar për këtë gjë. Çfarë pret? Çfarë pret? Prandaj, e merr të mirëqen që dy njerëz që janë besimtar të jenë bashkë. Plani i Perëndisë që nga fillimi, një burr, një grua për jetë, s'ka ndryshuar as vitet e fundit, me qira fjala. Është i njëjti. Mendoni pak, sa e respekton Zoti institucionin e martesës? Ngurësia e zemrës, mëkati, krenaria. Edhe t'ju them dhe një gjë tjetër, shikoni, këtu e thot për gruan në fakt, sepse unë prap nuk vë dorë në zjarë që gjatë historisë kishës nuk ka pasur edhe gra të dhunshme. Këtë nuk e heq dot, nuk mund të them që nuk ka. Po gruaja zakonisht si një enë më delikate, shikoni çfarë flitet, sepse Zoti i mëshon forcës martesës. Shikoni te letra e parë e Pjetrit 3 dhe 2 vargjet e parë, dhe gjithashtu ju gra. Ju gra thot, nënshtrojuni burrave tuaj, që edhe nëse disa nuk i binden fjalës. Pra janë të pashpëtuar. Gruaja shpëtohet, burri jo. Në qoftë se disa nuk i binden fjalës të fitohen pa fjalë. Shikoni çfarë sjellje duhet këtë gruaja. Me sjelljen e lirë dhe me frikë. Shikoni çfarë modeli që jep fjala e Perëndisë. Pse? Sepse Zoti e respekton martesën. Që burrat e tyre të fitohen. Nuk i thot gruas, ik tani. Nëse dikush do të ik, është i pashpëtuar, le të ik ai tjetri. Që martesa të ketë paqe, nëse nuk ka paqe, nëse nuk ka paqe në martesë. Po shikoni cili duhet të jetë qëndrimi i dikujt në martesë. Sepse Zoti e vlerëson martesën. Edhe ajo është e shenjtë dhe Zoti nuk ka ndryruar mendim. Nuk ka asgjë që nuk mund të zgjidhet midis dy besimtarëve pajtohu. Kur dikush shkon drejt tek divorci, pyetja është çfarë dëshmie ke ti? Shiko dëshminë. Zoti është interesuar, çfarë përfaqëson ajo lidhje që ti ke? Cila është dëshmia për fëmijët? Cila është dëshmia për familjen në shoqëri? Cila është dëshmia që jep në botë? Po, fillo me dëshminë. Së dyti, të pajtohet me burrin e saj. Nëse diçka ndodh, edhe keni edhe një problem, edhe juve që jeni këtu sot të martuar, keni gjëra të pazgjidhura me burrat tuaj në martesë, Zoti thotë ndiq këtë. Pajtohu. Me qëra fjala, keni menduar dhe për lutjen? Lutu, nuk e di se çfarë bën Zoti me martesën tënde. Ke provuar të lutesh? Kujdes se çfarë mbartim me dëshminë tonë. Vëllezër motra, plani i Zotit, një burr, një grua, deri në vdekje, derisa vdekja të na ndaj. Dhe vdekja ishte një tjetër shkak për divorce pamë, derisa vdekja të na ndaj. Kjo është një martesë e shëndetshme në sytë e Perëndisë për dy besimtarë. Është serioze. Ne ishim armiq me Zotin, vëllezër motra. Ne ishim të ndarë me Zotin. E dini çfarë bëri Zoti për shkak të dashurisë? Ju lutem dëgjoj këtë me vëmendje, për shkak të dashurisë. Ai sakrifikoi gjithçka që të pajtohej, që ne të pajtoheshim me të. Edhe Zoti u pajtua me ne përmes sakrificës. Çfarë dashurie? Kjo lloj dashurie duhet të ilustrojmë martesat tona edhe jetët tona sot. Ne duhet të modelojmë dashurinë e tij. Dashurinë e tij, sakrificën e tij, edhe
Në një martesë, pa diskutim, gjërat nuk shkojnë vaj gjithmonë, është luftë. Por Zoti ju ka dhënë dashuri. Ka sfida në martesë, ka luftë në martesë, jo vetëm midis, se duket sikur po them, midis besimtarëve. Ka dhe raste patjetër konflikte të mëdha të cilat duhen zgjidhur. Nuk ka asgjë që nuk mund zgjidhet, por një martesë, një dëshmi e fuqishme, duhet të luftosh me realitetin me cilin ne përballemi si të krishterë, me botën që na rrethon. Kujdes me dëshminë. Burra, dojeni gratë tuaja si Krishti deshi kishën. Ju gra, duajni burrat tuaj, nderoni burrat tuaja, thuhet. Nderojeni ata. Vlerësojeni ata, çmojeni ata. Bëjeni një gjë të tillë. Sa më shumë dashuri të sinqertë të kemi, sepse sa më shumë dashurinë nga ana e Perëndis, dashuritë Perëndis të kemi ne, aq më pak do të flasim për divorcet sot, për i martesat sot. Plani i Perëndis. Si nga fillimi. Edhe ai doj që kisha e tij të jetë një dritë. Të shkëlqej dritën e tij. Sepse kjo dëshmi që ne mbartim është dëshmia e lidhjes së Krishtit me kishën. Le të ulim kokën gjithë. E di, zgjatëm pak, por besoj se ja vlen. Fjala e Zotit ka këshillën e dur se i takon martesës, edhe Jezusi e ngre lart këtë dëshmi. Përndryshe, trauma e familjes, edhe dëshmia në shoqëri edhe prishja e shoqërisë vjen pikërisht për shkak të prishjes familjes. Të mos mendojmë që Zoti ka të keqen për ne. Zoti ka më të mirën për ne. Në qoftë se je këtu sot edhe ke një konflikt martesor brenda martesës tënde, a mund ta zgjidhësh atë në dashurinë e Perëndis? Duaje gruan tënd, duaje burrin tënd me gjithë forcën tënde. Ashtu si Krishti deshi kishën. Duaje. Ndoshta duhet përulesh. Ndoshta duhet që të thyesh zemrën prej guri që e ke ngurcuar. E të thuar Zotit, Zot, më fal. Më fal. Unë dua të kthehem tek ti. Mbase je larg Zotit sot, e mendon vetëm për veten tënde. Edhe pret që të tjerët duhet të të falin, duhet të të pranojnë, por pyetja që kam unë, po ti, a e fal dhe a e pranon bashkëshortin tënd në martesë? Mos ndoshta ke ti problem me faljen. Edhe ajo që të bën përshtypje është që apostulli Paul nuk e përmend kurvërin apo kurorshkeljen te letra e parë e Korintësve 7. A mos ndoshta për shkak të faljes që ekziston? Zoti është i shenjtë. Zoti na do. Edhe le t'i japim atij lavdi. Qofse Zoti ka folur sot, do të analizosh pak veten tënde, jetën tënde, do kalojmë pak momente në heshtje. A mund t'i lutesh atij nëse marrëdhënia jote me Zotin nuk është në rregull, dhe thuaj Zotit problemin që ke, le ta analizojmë pak veten, unë do të lutem. Atë dashur, faleminderit për këtë kohë sot, faleminderit për fjalën, lutem Zot të përdorësh atë në jetën tonë. Të falenderojmë ty për atë gjë që ti ke, Zot, për standardin tënd, i cili është me të vërtet një standard i cili ngre lart moralin e shëndosh. Faleminderit Zot sepse ne jemi njerëz dhe kemi nevojë për këshillën tënde, kemi nevojë për qortimin tënd, kemi nevojë për ndreqjen tënde, Zot. Faleminderit për dëshminë e Krishtit me kishën. Faleminderit Zot për dëshminë në martesë që mund të japin besimtarët, Zot. Zot, lutem që të ndihmosh njerëzit që mund të kenë një problem, një nevojë, të pendohen, Zot, të thyen çdo lloj krenarie që mund të kenë midis tyre dhe ta duan njëri tjetrin. Zot,
Faleminderit për faljen, faleminderit për pajtimin, faleminderit Zot për dëshminë e Krishtit në botë. Le të jetë jeta e një besimtari, jeta e dy besimtarëve të lidhur në martesë, jeta e secilit prej nesh, një dëshmi e fuqishme e Krishtit në botën e pashpëtuar. Unë të falenderoj ty shumë o Zot për këtë mundësi. Faleminderit për fjalën tënde që është e pastër, është dritë. Fjala jote Zot është e lirë. Faleminderit për pastrimin nga mëkatet. Faleminderit Zot për gjakun tënd. Faleminderit për sakrificën tënde, për dashurinë tënde mbi të gjitha. Zot, le të ilustroj jeta jonë dashurinë tënde. Le të ilustroj martesa jonë, Zot, dashurinë tënde, shenjtërinë tënde. Faleminderit Zot, që ti dëshiron që ne të jemi të lirë përpara teje, kur të dalim përpara teje, Zot. Me fejuar tashmë për të dalë të lirë kur ti të kthehesh. Faleminderit Zot që ti je besnik. Edhe lutemi Zot që të na forcosh në këtë dëshmi të lartë, sepse ne të duam, edhe lutemi për gjitha këto në emrin tënd të shmuar. Amen. Zoti për qartësinë e fjalës. Não
Mirë, Zoti ju bekoftë, jeni të lirë. Në doja korin 5 minuta direktet mundemi të takohemi për bashkën. Zoti ju bekoftë, jeni të lirë.